Albina Kelmendi, një nga zërat më të fuqishëm në muzikën shqipe, këngëtare shumë e dashur dhe shumë e suksesshme. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë si u gjej. Faleminderit, është kënaqësi me pas intervistë bashkë me juve. Faleminderit shumë. Atëherë, si ndihesh të jesh e përzgjedhur si trend ambasador? Po sigurisht që çdo vlerësim për mua ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe, sidomos kur e mendon që i lën përshtypje dikujt. Në fundit ne për atë arsye jemi me përqu mesazh, me tregu talentin ton, kështu që për mua është ndjenjë shumë e mirë. Albina, le të nisim pak udhëtimin tënd në muzikë. Tregona si u gjet Albina para mikrofonit dhe në festivale? Po, normal si çdo fëmijë që lind me atë ëndrrën me qenë këngëtare, njëjtë edhe unë kam fillu me instrumente. Kam fillu në shkollën e muzikës, po gjithmonë atë ëndrrën me performu në skenë, jo me instrumente, po me këndu. Edhe pse e kam djeg shkollën e muzikës, as profesorët e muzikës nuk e kanë pas në dijeni që unë edhe këndoj. Gjithmonë kam këndu fshehur azi edhe familjes, pasi që edhe në fillim nuk është që e kom pas edhe shumë mbështetjen për me qenë këngëtare, sepse kuptohet që është rrugë shumë sfiduese, sidomos për gjinin femrore, por pastaj kur e panë që unë nuk kam një synim tjetër përveç se me u marrë me muzikë si këngëtare, sigurisht që mbështetja ka qenë shumë e madhe për me arrit deri këtu ku jam sot. Dhe i morët të gjithë në Eurovision? I mora të gjithë në Eurovision, sepse ishin ata që më kanë ndjek në rrugën time si këngëtare, qoftë në sfida, qoftë në ditë të mira, kështu që unë nga ata e kam trashëgu, kështu që normalisht që nuk do të kishte qenë interesant ose e veçantë pjesëmarrja ime në Eurovision pa familjen. Sigurisht. Dhe i kalove gjitha ato sfida, sa ishte vështirë t'i kalosh sfida dhe t'arish këtu ku je sot, sidomos në karrierë? Po, është e vështirë në kohën e sodit me qenë vetvetja në radhë të parë dhe me qëndru e thjesht, jo me ndje madhe, jo me t'kap ajo euforia, ajo që unë jam dikushi edhe mos qysh themi ne në jetën e përditshme mos me prek për toke. Por duke qenë vetvetja kam arrit me qenë kjo që jam sot, sepse publiku e njeh Albinën reale, nuk kam nevojë me u paraqit ndryshe nga ajo që edhe njerëzit e afërt të më njohin, kështu që kjo ka qenë pika ime më e fortë për sukseset e mia, sepse talentin që e kam shfrytzu në mënyrën më të mirë edhe i kam pas nga fillimi ato prioritetet e mia që nuk i shkel asnjëherë, edhe qoftë nëse është në trend diçka, unë nuk dal asnjëherë nga vetja, i përcjelli dëshirat edhe synimet e mia, asnjëherë nuk mundet me ma ndru mendjen diçka që mundet me qenë trend sot. Viti kaluar karakterizohet për Eurovision, po ky vit? Ky vit viti em edhe kë. Do një plan? Po e tregoj pak që kam 2 vite që mire me albumin tim të parë, me disa bashkëpunëtorë shumë të përzgjedhur, të cilët tashmë veç që dihen, Armend Rexhepagiqi, Aida Baraku, profesor Enis Mullaj nga Shqipëria, edhe disa bashkëpunëtorë tjerë që do t'jenë në këngët e mia, por këtë vit i mbush 10 vite karrierë, prej kur kam shkel për herë të parë në skenën edhe Voice-it, këtë vit bëhen 10 vite, andaj ky fund vit ka me qenë shumë i veçantë për mu edhe për njerëzit që e kanë përcjell karrierën time, e vlerësojnë zërin tim edhe këngët e mia. Albina, suksese! Shumë faleminderit! Gjithashtu.